Përshëndetje banor, përshëndetje të gjithë juve kudo që jeni. Thonë që njeriu nuk mund të ndryshoj botën e të gjithëve, por ai mund t'ja ndryshoj dikujt botën. E këtë jem ne duke bë çdo ditë, duke mundu për me ndryshu jetën e shumë familjeve, e shumë nevojtarëve. Për këtë, edhe shpalosim këtë emision çdo të premte. Jo për të tregu punën tonë, por për të tregu transformimin e shumë jetëve, formave si kanë jetu dhe si po jetojnë tani. E këtë për na mundësoni ju. Zoti kur mos ju humb edhe në këtë premte, ne kemi përgatitur historie. Jo kemi thënë në emisionin e parë, në një historie përmbledhëse, se do t'ju tregojmë për disa projekte që janë duke u zhvillu ose janë realizu, një nga një e së di vjeradha projektit në qytetin e Prizrenit. Preja kjo që ne kemi prit 8 vite për me nis realizimin e tij. E falë Zotit, kjo mundësi në ka ardhur dhe ne kemi vu gurë themelin. Bëhet fjalë për selinë qendrore të shoqatës bamirëse e jetimat të Ballkanit, ku në të do t'jenë të përfshira qëndrim ditor për të moshuar, bujtin për student, si dhe kuzhinë humanitare. Kuzhina jo në Prizren ka 15 vite që funksionon pa u ndalë. E tani më do të ketë një format krejt të ri, krejt tjetër brenda këtij projekti. Në storien që ne do të plasojmë tani, është vërja gurë themelit të këtij projekti, edhe punët po vazhdojnë çdo ditë me ritëm të mirë, ku ne shumë shpresojmë që nga fundi i vitit të ardhshëm ta kemi të gatshëm këtë projekt. Po e ndjekim historinë bashkë. Bismillah. Faleminderit shumë. Po, na kemi prit 8 vite ditën e sodit, duke pas parasysh se jetimat e Ballkanit startin e ka pas këtu në Prizren. Unë falenderoj shumë kryetarin Totaj, i cili ka shpreh gatishmërinë dhe ka lehtësu procedurat për dhënien shfrytëzim kësaj parcele. Sot neve vum gurë themelin e një projekti që është mbi 3 milion euro, që do të shërben për shumë familje nevojtare, për shumë të moshuar, si dhe për student. Në këtë projekt ka dhe bujtin për studente, amfiteatr, do t'jetë në shërbim të qytetarëve të Prizrenit. Edhe një herë faleminderit kryetarit, komunës, gjithë atyre që u bën shkaktar dhe na mundësuan për vendin e këtij gurë themeli sot realizimin e këtij projekti. Bashkë me kryetarin shumë shpejt kemi edhe në nënshkrim tjetër një marrëveshje rreth 40 shtëpi të reja për familjet nevojtare në qytetin e Prizrenit. Fillu në bashkëpunim me shoqatën e jetimat e Ballkanit, fillum vendosjen e gurë themelit të një objekti, kisha me thonë multidimensional, mirë po që prioritet absolut e ka çështjen e kuzhinës popullore edhe çështjen e përgatitjes ushqimit për ata të cilët më shumë të kanë nevojë nuk kanë mundësi. Është për të vlerësuar gatishmëria shoqatës së jetimat e Ballkanit edhe zotit Halil Kastrati, edhe vullneti i tyre i vazhdueshëm që më dhan një kontribut veçantë sidomos për komunën e Prizrenit. Kjo është
Projektin në qytetin e Prizrenit, tani më, ne kemi realizu shtëpin e të moshuarve këtu në gjinës të Suharekës. Projekti realizum tjetër, qëndrimi ditor, projekti malë në qytetin e Vushtrijës, që jenë bon një vit të plota që funksionalizën, është në punë, jenë mbi 100 të moshuar, që kalojnë ditën aty mbi 200 persona që marrin ushqimin në kuzhinën humanitare atje. Është që KMF-ja në qytetin e Mitrovicës, që është ndërtu, dhe janë dhuru qelsat e saj komunës Mitrovicës. Një projekt ky model që nuk e gjen edhe në rajon. Si vjetë neve presim të realizojmë, të inaugurohet edhe megaprojekti tjetër në qytetin e Gjilanit, punimet ujse janë në përfundim, ku neve javën e ardhshme do të jepim pamje të këtij projekti, ku do të inaugurohet muajin tjetër ka fundi i dhjetorit në qytetin e Gjilanit. Është inauguru dhe i është dhuru komunës së Kamenicës projekti që kemi dhënë javën e kaluar, kuzhinë humanitare për 2000 shujt ditore për gjithë nxënësit e komunës së Kamenicës. Gjithashtu, megaprojekt tjetër që është në përfundim është qëndrim ditor, bujtin për student, kuzhinë humanitare në qytetin e Podujevës ka fundi vitit, muajin tjetër, inaugurohet edhe ky. Punimet këto në Prizren, punimet në komunën e Malishevës, qëndrim ditor për të moshuar, kuzhinë humanitare, ku këti megaprojekti i kemi shtuar edhe pjesën tjetër projekt në vete, qendër të autizmit edhe personave me sindrom Down. Krejt kjo, fali jush. E na lusim Zotin që mos ndalemi aty ku ka nevoj, edhe për çka ka nevoj kjo Kosovë jonë e dashur, inshallah Zoti na bën sebeb neve, edhe ti realizojmë, t'ja u plotsojmë nevojat e gjithë nevojtarëve. Atëherë vazhdojmë ne me radhitjen e storjeve që janë përgadit për këtë emision. Storja radhës vjen nga komuna e Prizrenit. Çfarë storje? Storje e një familjeje që i është kthy buzëqeshja, kanë hyrë në shtëpi të re, po e ndjekim bashkë. Përshëndetje, po paracitemi nga fshati Kojunsh, jena te familja e Gzim Qunaj, sot kemi arë me dërzu qelsat e shtëpisë të re. Mazi Gzim? Faleminderit shumë për juve. Inshallah Gzani. Faleminderit shumë. Hajde. Jam i kënaqur shumë, faleminderit për juve. Tashmë, veç jena në ambientet e brendshme shtëpisë Gzimit, na po i lëna me pami se çysh ka qenë vizitën tonë të parë. Gzim Qunaj, fshatin Kojosh, 5 antarja, 3 fëmijë, 2 vetë, 5 vete ime. Ka është mendim sociale. Asë në sonë veshku, ma shkorta se katastrofi kam në punë. Fëmijët i kam në valgjë në shkollë, i kam ala, vetën ka pak që shtonë, shkatë majë, se desa të shkatë. Pa punë jam. Faleminderit për ju që një ardhë, radhë parë, na kemi nevoj për mas shumë të për shtëpi, se kemi kur farë jetesa.
as kemi dyrë, as kemi dritare, as ka ploqe, as kemi banja, as kemi sënë, por shëni vetë që shimi të jetu. Më nëzër që jemi s'ka. Punë e gjanë nejherë rallë kër të thirin me punus, edhe të mujtë me punus, sot të mujtë se ky po thatë jam pa qef, edhe une vallaj dita ditë veç kur tjesë se neve të mytë, që kje kam, se di se kam temen, veç shkaj të jetë me ta mend që ashtu se kam të ngrinë, për neve që jam kanë para 5 vjetës mutë, kam pa me i kajtërat, edhe kjo është doktore, masa naj përmisova pak, sun kam shku më të doktore, apet dhe më kapë, su kur jam kanë për para. S'ka më shka shkaj, s'ka më shka heci, edhe për infirmarjes që një 2-3 muj që shta jam edhe keq për infirmarjes. Ata fëmija s'ka në faj fëmija, se fëmija kur ty aset, do të mi majtë, do të mi këshyër. Ata jenë dvajgjel, shka shojnë tjertë kanë qef edhe fëmija tonë. Ma shkurt s'kam kur gjanë. As jetes, as kur gjanë qështa. Podin e kam shtru vetë, me shkanë dhe drasa shka kanë pa metë të kolmit, i kam shtru vetë. Me oda që anajna korridorën ju po shini se ka pëhesni për livëritin drasat, se u s'kam ditë. Në temen veç mos me lanë fëmijët për toke, mos me njërët. Ja mundu qash sa kam pas mundësi, sa s'moj ma tepër. Hate edhe për të hangë po kalej diqysh. Pak mirë, pak keqe, pak nga kanë një mu halkje, nga kanë dhanë me veshë, me mathe, me hangër, qështa, ka pak. Rana bëllë, se fillimisht mas pari u s'kam ku jo baj një banjë fëmive. Se veç kur dalin vera, dishka moj më ban, se kena një vetësaj për jashtë, me që ata vim rrëth. Dimnit veç në karit, tjetër sëndës. Kusha bo nan e bab, i din krejt, ama po, ta shte edhe fort nuk po mnohen fëmija, se për shonë se kemi gjenë, se kemi kushtat. Që 1-2 vjetë i kam apliku edhe fëmijët për puna parë të shkollës. Me marrë me që ata ka marrë rrëth, ka pak, ade me patika, me tesha, ka pak jo kom hek me që ata. A me social, kësha ka mojtë kë, jo një tra ushim, jo një tra bokë qështa. Që 1-2 vjetë pak ma nëshe, se vallaj kina pas keq shumë para 2 vjetë, ma se ka pas rast se kemi metë edhe pa bokë. Kemi metë pa bokë, se s'kemi pas më shka me ble, s'kemi pas shpesher që në faka që i kam qëta pula, se s'kom pas më shkam një dhanë sad mas mrami që vez jo kom shtef. Me zi me angë bukën kër t'vinë për shkollë, s'kam më shkam një dhanë. A hajtë buka veç me vez. S'kom shka baj. E shojnë edhe fëmija vetë se s'kanë më shka me angër, s'kanë me asej. Te mos edhe drasat e tavanit jenë të kelë për si shka të bjenë për jashtë bje mrena, ju për shëni vetë. Kërkesa ma është për shpi, valla. Faleminderit shumë, jam i kënaqur shumë faleminderit për juve. Shumë jam i kënaqur. Ma mirë s'ka qysh.
Shumë faleminderit. Faleminderit i herë për juve. E faleminderoj shumë zotri Halil Kastratin. Faleminderoj shoqatën Bamirësa. Faleminderoj televizionin Kamerman. Faleminderoj të gjithë donatorët që kanë marrë pjesë në ndërtimin e shtëpisë tonë. Na keni lehtësuar shumë jetën. Edhe i herë faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft. Sa kam mënuar që marraj këtë shtëpi, jam në këtë shtëpi taj. Shumë faleminderit për juve, për krejtve, Zoti ju shpërbleft. Qëshina kanë, qëshina 100% ka në shua. Krejt gjithë shka është ma mirë. Më nëjte me krejt e përshijet vetë, s'kam shumë e folë ma. Më kanë njëmuar shumë të ushime, më mjepshin e hase, dhe ma shumë më kanë nëmë ushime e sana. Më bishin për barama e për se... Ma shkot më kanë njëmuar, fartë më kanë njëmuar. E dizhe, shumë faleminderit për ju, për shoshnie, për krejtve, shumë faleminderit. Ma mirë s'ka që ishë më konë ma. Ne falenderimi veçantë që kanë për donatorin që ka investuar 20.000 euro për këtë shtëpi, është Sinan Fetaj, pjesën tjetër jam donator të shoqatës ku do të marrë publike në rrjetet tona sociale kur del postimi për këtë familje. Na po i lëna me shtëpi me pamje të shtëpisë së re. Bamirës Zoti ju shpërbleft. Masa gëzim. Faleminderit shumë. Inshallah gëzoni. Shumë faleminderit për juve, për Inshallah Zoti ju shpërbleft. Amen. Amen. Ishim fshatin Kojush, gëzim quna ju bom me shtëpi të re, Zoti kur mos e humb Sinan Fetaj, me familje, i cili ka nda 20.000 euro. E ajo sadaket i është ndërtu kjo shtëpi, po lista e donatorëve tjerë plasohet, kur plasohet kjo familje dhe historia saj në Facebookun e shoqatës. Zoti kur mos ju humb. Në vazhdimin e këtij emisioni historie që do të vinë dy njëna pas tjetrës, kemi të bëjmë me shtëpinë e të moshuarve. Banor i ri, aktivitete këtu, vizita të ndryshme. E është pranu një banor i ri, po ndjekim storien me rrëfimin e historisë, ti kthehem në studio, pastaj kemi historinë e radhës të vizitave të ndryshme, e një prej tyne kemi zgjedhur t'ju tregojmë edhe juve për aktivitetet e shtëpisë të moshuarve, po ndjekim pranimin e një banori të ri në shtëpinë e të moshuarve. Kum lidh në fshatin Gumnisht të Cërnica, komunës Gjelonit. Pej martesës e ma tutje knena e kom pas në jetë jashtëzakonisht mirë, të lumtur, edhe i kënaqur me të gjithat mirat perenia që ka krijuar. Mirë po nuk zgjati shumë, 2020-ës kanë rrujes shoqja, pe atëherit ma këtë tjetër jetë kam, vujtje, edhe pse më ka thonë nuk bon me nejtë, këmë thonë jo nuk ta shkeli premtimin hënë për jetë, edhe se këmë shkela, se du me shkel. Mami ma ka këshyrë nënën time, se 7 vjetë të kone paralizume. Si kur fëmija ndjep, ashtu ajo e ka këshyrë nënën time. 7-4 vjetë, si ti bëjsh mas, zynë kur kush heqma. Edhe qështu jeta jeme dhe i tashtë, se vëllë ishë fështirë jeta vetme, si burg mon një njeri. Edhe kur bëndi kush mirë, kom që mja këthyat mirë, e jo mos edhe mja shkelë se ndëgja. Ajna ndëgjan, taj kena me shku, taj kena me dhonë të gjitha, kejsh ka kena bo, veprat e mira, dopta, atje kena mu përgjegjë.
Të gjitha asenet i komendu, të mirat atë këqijat i komendu. Qysh me zgjedh problemin tem. Dalsha me shoqëni, dalsha te vllaznia, dalsha... Mirë po, ajo mungojke. Shka është kryesorja, ajo mungojke. Këtë bote me madhon, kur gjo mos të kam buke kry poho, veç me pas mujt me jetuan dhe me ta. Shtëpine, këtë isha i shes për të, dalë në qira, dalë në rrug. A mirë po, jo. Nuk kam metë për që s'këna pos kushte, mirë po, i lume i Zot ashtë e ka shkru. Edhe pse më konin në maj dopt, si kumbodhën e do operacione, do sene, mi po kumbodhën ajo, dajme i kumbodhën, unë do të des para te, edhe se kum besu, qa që hekret e forte ka qenë ajo që është e pabesushme. Ajo unë jam i dopt, se edhe jam dopsu, mo dhe mosha pak. Pse në 60 vjeçare ka ndru jetë. Pej martesës me ta, e di se shka jeta. Se në fshat mos i fshatar, jo delteora prashet, jo mas kashve, jo mas grunit, jo mas lopës, jo mas viqit. Këtu ambjete jashtëzakonisht i mirë po m'pëlqen, pritja po m'pëlqen shumë, pritje mirë në ngrohtë. Faleminderit nga jo që më keni pranu, jam i takshyrë, jam i kënaqur në përnere. Fjetjen e mirë, hejen e mirë, gjumin e mirë, pastërtimin e mirë edhe. Mirë me ke ortë. Mirë si u gjeta, faleminderit shumë, faleminderit, jam i kënaqur nere për nere shumë, shumë, shumë. Zoti të dhosh shnetën. Amen. Pastërtia nivel. Berberja, shumë mirë. Psikologi është mirë. Hajde, mirë se jemi. Mirë se u gjeta, faleminderit. Urdane. Shtëpia të moshuarve jetimat e Ballkanit, rrëfim pas rrëfimi. Të moshuarit kemi mësu që s'kan nevojë për sadak, kanë nevojë për respekt e dashni. Andaj ne po mundohemi me ja udhëzojnë respektin e dashnin, edhe pse është përgjësi bukur e madhe. Nëse nuk futet për dorim shpirti, nuk bëhet kjo punë. Përjetojmë bashkë me ta të mirën edhe të keqen, gëzimin edhe mërzinë. Po megjithatë, jem krenar dhe falendërues ndaj Zotit edhe ndaj gjithë juve që na keni mundësu me kanë në shërbim të tyre dhe në shërbim të shumë nevojtarve të tjerë. Jemi bo urë mes jush edhe tyne, mes jush edhe shumë familjeve nevojtare. Shtëpia të moshuarve jetimat e Ballkanit këtu në Gjinëc po i mbush rrumbullak 5 vite në muajin tjetër që është aktive. Me hapjen e kësaj shtëpie ka marrë kohje krejt tjetër edhe shoqata jonë humanitare. Me aktivizimin, inaugurimin e kësaj shtëpie, neve kemi marrë për krahje shumë të madhe, qoftë nga individ të shumë biznismen, po edhe nga firma të ndryshme. Në këtë shtëpi nuk ka vit që minimum nuk janë mbi 100.000 vizitorë që vinë edhe vizitojnë për qef me pa shtëpinë e të moshuarve këtu në Gjinëc. Përveç vizitave të shqiptarve, anë mban trojeve shqiptare dhe mërgjimtarve tanë,
Këtë shtëpi me njëherë janë involvuar institucionet të ndryshme për të mbështetur edhe për të përkrahur. Qoftë ato shtetërore, qoftë edhe private. Ne jemi mirënjohës dhe falëndërues për shumë institucione këtu në Kosovën tonë. Kemi marrëveshje bashkëpunimi me Spitalin Regional të Prizrenit, mos me harru që KMF-n e komunës Suharekës këtu, të cilët në gatishmëri të plot, sa herë kem nevojë, ne jenë të gatshëm për të na dalë ndihmë. Faleminderit Zoti kur mos ju humb. Përveç tyre, thash, kemi institucione edhe private që e vizitojnë shtëpinë. Kemi shumë thirrje dhe duhet me ju lanë termine se kur munden me ardhë me kry një shërbim për hir të Zotit, për banorët këtu. Njëra ndër to, me emërtim edhe të stafit që unë udhëheqje dhe të banorëve këtu të shtëpisë, falenderoj Spitalin United, i cili ka shpreh gatishmërinë bashkë me punëtor, mjek, infermier, kanë ardhë, e kanë vizitu shtëpinë, e të moshuarve mbi gjitha kanë kry kontrollat të ndryshme për banorët këtu. E ne në shenjë falëndërimi edhe mirënjohje kemi përgadit një historie që po e plasojmë tani për ju, Spitali United, udhëheqësit e ti, doktorët, infermierët, Zoti kur mos ju më falenderit kjo historia. Si Spitali United ka shumë spitale ndryshme, ordinancat të ndryshme të cilët kanë vizitu edhe e vizitojnë shtëpinë të moshuarve për të dhënë një shërbim banorëve të kësaj shtëpie, po edhe stafit. Zoti ju shpërblet, Zoti për mos u humb. E tani po e ndjekim historien e radhës, ekipi i Jetimëve Ballkanit ka vizitu një familje në komunën e Drenasit, na ka sjellë këtë storje, po e ndjekim bashkë. Pastaj, kjo familje është këtu në studio, që ne do e ftojmë edhe do të dëgjojmë rafimin e tyre. Unë jam Hajzer Buculli, i kam 45 vjetë, jam Gjolja Gosh Bucullit, jam veti 4, gjithë mi shuqën edhe vetë, qytu jetaj gjithë dhe unë.
bukën e bajit e i vlau në ato në nejna, veç që du më një banje e kam, peshin edhe vetë të shi. Edhe banje në këshiru që shë kam kret, me një social 130 euro, me që aton veti kotri, sot moj me më rri, sot mos moj ma në tonë së shkërë. Me punu soj punaj, se e kam gunin, kam e ligamentet e gunit këpërta, edhe unë ozat i kam soj me punu, për tine 20 kilo më shumë soj që me maran. Edhe që të flaj, që të krejt, me nej me flaj me krejt, ta në të i bajshtë. Që shpo mujna, herë, kur s'ka, kur ka. Minja do të në shkollë, do të mi ju blej gjithë, për çdo ditë do të mjavë kanë herë në shkollë, se boks s'morën në veti se në mëngjes shkojnë, dojnë 2 sauti nuk vinë. Që ato sot të mdel qaj social 130 euro me që ato nështi, sot të mdel, që kemi bo? Peshin edhe vetë qysh jam, më në tonë s'kam. Ju kësha lutë, që ka t'kini mundësi mu mlimu, më më dhe u shpi, mirë këshit bo, po që me bo? S'kam që ka me bo ma të tërsan, më në tonë s'kam kushkajën. Unë kam qiken 15 vjetë, kam djolin 9 vjetë, tash me flaj qika 15 vjetë me prind, i e prind edhe vetë, pos qiken 15 vjetë një dhëmë këtë flaj vetë, shtira bëdhë. Me flaj, me nej qikat, djolin me qike me gru flaj knejna, unë e flaj knejna, tash i qika u rritë, 15 vjetë i ka bo, ja. Dhëmë të tërkon s'kam, veç ta. Për edhe kja është e vëllau më kalë që se trulli i ma që mi kara vëllau dhe vugël, unë i veç trullin në tonë në eka. Për, unë jam a fje bëtële, jam e burë, me blesmi, me një social, me qatë social, që më mundëm që të për jenë hajtë sen, jenë hajtë tesh, jenë hajtë modë me qatë. Çdo fëmi si t'i ban kërkesat, edhe fëmija jetë, edhe fëmija janë të njëjtë, janë fëmi, sa kërkesat bojnë, kush s'koj, bade hava i thu. Bade hava, kur të vetë bëm maqë tonë, bëm maqë tonë, jep shuqet që është të qika 15 vjetë, jep shuqet ba përvejshën që është jep për mothën, që është djali që është, po kush s'ki, hajtë babë se t'i blej, hajtë se t'i blej, hajtë se i bojnë, t'i blejna, që është peka përcej. Për çdo natë, për çdo ditë lutë në po, mas pori për një shtëpi me pos një jetës pak më të mirë, me pos, sa për shembull, me pos fëmin në dhëmë të vejte, unë me shuqen në dhëmë të me pos banjën e mirë mu pastru sikur tonë që shikan, tash në shë edhe vetë banjën që shikam, që është. Kam qef me pos sikur të kejtë dy janja se i kanë sikur kejtë gjinja, kam qef me pos kushtet e mira fëmija me sikur kejtë fëmija halë këtë. Vallaj, ma shumë për shpej, për fëmi me vesh, me madhë, me tanët. Vallaj, që me thotash, për shembull të ishat, ma shpër, tani qa shkujnë për shkullë, për tanët, po duhet me abli me qatë socialët, po duhet me amorë qatë të ishat që për kam, qatë socialë që për marë, po shkep ju ble fëmive. Që qatë, që ta shkesh mas pari, ju mëra të isha me vesh, me madhë, me tanët. Qatë në del për pora. Me qitë sëfë, qatë kejna. Qatë e kemi qesën, po qatë e kemi, rrina. Mas shumë të fëmija, se unë për vejtë edhe kje na jem pak më të maj. Fëmija s'po den për lypë, ma hongër me vesh, me na. Ata s'po din. O duhet me shku me qatë social dhe. Unë veç që kësha lutë nëse ka mundësi, më ma bo një Tanat për shpi. lypën, krejt. Më ma i dis një shpi, veç që ato, mas shumë Ma shumë me qatë social, me me qatë shpi. social, erdhna edhe në qatë shpi. Me pos, veç me pos Se për kushtet te e isha mira. qatë social, sot dejtë ma nolën i vejshë fëmin me qatë social. Veç një vem me pos. Veç me pos ku me najt, ku me flajt, edhe ku mu la, ku mu pastru mirë. Veç tash që te kam bejrën këshirë banjën, qëfar banja kam, ku pastru na, ti pesh edhe vetë këtë qyshe kanë shtru, qyshe na kanë vlasni lokë i bashkë, qyshe kanë shtru ata, qështu ashtë. Fëmin të jatë ishe do të mi prunë këtu me një greja licë, ftaf, dimën e verqët. Çdo prind mërzitet, çdo prind ka unë për vlat kur ti shesh si s'kan. Kur ti li kushtet, kur s'ki me ja bon, tash në vetë 4 me 130 euro sa me bon. A me blej me moth, a me blej me vesh, a me ju dhon në shkollë, a me ju blej me hangër, a me blej mill, a me blej aton, a me blej aton. Me 130 euro, vetë 4.
Qikin e kam klas 8, djalin e kam klas 4. Mu më dhime në dëtë. Joni, për 2 fëmija më dhimin. E qatë cent të kam ja u blej. Me qatë social ja u blej. Pa shamë qatë më lypjen ja u blej. Me qatë. Një cent me të pas më dhët ja u blej. Me pas ata za më dhime në dëtë. Për sa më dhë. Për që të shpi i kina në uj. Mas shumë të. Se qatë social e kumë në rejqë. Vesh më s'mi lanë fëmi në dhe i shëndafën. Një më shku në tana, unë të më hikë për qatë social me amë në rejqë. Më fjellë ma kanë shu, se më kanë po. Ma kanë shu, tani ju ku më blej. Ta isha me moth me vesh. Ta shatë të libra jo kanë qitë, ta shpidene jo, pa ka shumë, mi kanë qitë qatë në kartel të bankës. E ja u ku morë 2 fëmive. Për qa me do, për që të shpi kjena në vujnë. Me na pas një mund, kështë të bosë të vëllë. Me fëmijë me gru me kejt me flajt një vend, në ditë sodit, është katastrofë. Qia është banja ku pastrura, unë me fëmijë dhe shëqë. Ne s'kem skenare, ju kemi thonë, kem pamje që të prekin shpirtin, pamje që flasin vetë, pamje që tregojnë shumë. Hajzer Bucolli është familja që është vizitu në komunën e Drenasit, njëkohësisht është ftu me arsonte në emisionin Ne i dëshirojmë mirëseardhje. Hajde Hajzer. Hajde. Mirë se ke ardhur. Hajde Hajzer. Mirë se keni ardhur. Mirë se i gjithë. Qysh je? Mirë. Qysh po kaloni? Dhe qysh po kalim qërtë. Qysh po. Na i pam disa pamje, ekipa jonë ka qenë ju ka vizitu. Edhe pamje që flasin shumë vetë. Unë nuk do të mundohem me ju vetë shumë. Dhe s'deshta me di që sa ko jetënin që të shpi. Qatë shpi jetoj që 9 vjetë. Që 9 vjetë. Po. Një social, tha, mërë një 120 euro. 130. 130 euro. Apo nën Hajzer? Jo. Pse jo? Se jam smut për Jonozo, edhe jam smut për Gunit. I kam ligamentet e këpata. Soj përnaj. Sa fëmijë i pate? 2, një qik e djallë. Qik e djallë. Po. Keni kërku ndihmë me në vend tjetër, komunë, ajo ka dalë me ndihmu dikush? Me ndihma ka pak po, e kështë për shpiju. A keni bo kërkesë për shtëpi në komunë? Jo. Jo. Pse? Dhe i kur e po të atarësishme me bon kërkesë të te. Pse të na po e në komunë jo? Nuk e ti. Atarësishme po të me bon të te, se sa në komunë. Ama ka arsye, pse? Nuk po di asysh me të thonë, në komune nuk është si ndihmu njëtë shumë, për qatë arsye. Sa është shtira për ty në qëto kushtë me rritë fëmijë? Apo e kishtë tjere? Kushtë e vështira bërë. Mene social, me burë me thëmi, për lypje në vesh madhë. Ka mja mojtë. E përcjell një emisionin e premtja me Halilin? Po. Qysh i do këtë ke emision? Ullë. Ka qenë kërkesë e kësaj me një emision, du më ardhë më ullë në karrikë tonë. Është banore e shtëpis një duar të rëkiqe. Ti më ullë. Po me moderu emisionin është ta nuk ma merë dhe që... Jo.
Okej. Që kjo familje pa storjen bashk? Po. A ki mirë thonë e sen? Po, kisha dash në ju thonë se po boni me shpi. Si gjata ma shumë. Apo që është mi obo për haj? Faleminderit. Hajde, për hajrë ku. Faleminderit shumë. Zotit poftë. Për haj! Për haj u bash, poftë në faleminderit zushi. Faleminderit shumë. Për haj në zushi. S'kisha dash sen ma shumë se mi adhoni her lajmi që është për ju jep ti Halil, se po bohi me shpi të rej. Ja dhohe. Po, faleminderit shumë që më dha këtë përparsi. Për haj, po shkoj me sigla dhe këthejmë prapë në studio. E morë lajmin Që u po... gëzua. Për shpi, faleminderit. A ke majti me që kemu bo me shpina e herë? Po. Cili keni mi të regu vajzës? One, Pse? pse du ma shumë. Ti do ma shumë se shoqja vajzën? Po. Edhe djallin po vajzën e du ma shumë. Shumë selam ju bëni të dyre. Faleminderit. Faleminderit. Zotit shpërblet. Faleminderit të të shumë. Shumë faleminderit. Falenderit për ju, donator këtë qeni, që për në jepni këtë mundësi me bartë lajme. Ky është ai transformimi që e thash në fillim në hyrjet e emisionit. Që po ndryshojmë jetë, po nis një jetë e re. Zoti kur mos ju humbë. Për gjithë ata cilët duan që përmes shoqatës tonë jetimat e Ballkanit dhurojnë donacionet, sadakat e tyre, këto janë mundësit, këto janë gjirollogarit e shoqatës sonë. Startojmë me Zvicrën, për gjithë shqiptarë që jetojnë atje, kjo është mundësia ku mund të kontribuojnë përmes gjirollogarisë tonë në Zvicër. Në Gjermani, unë e thash kohën e fundit, ka një problem, po na vinë mesazhe që sun po i jepin donacionet e tyre, duhet një rishkrim nga të gjithë ju, edhe shtypni butonin po, edhe dhe ta kaloni këtë problem me gjirollogarin tonë në Gjermani. Shteti Gjerman kanë nxjerrë një ligj për masën mbrojtëse të gjitha gjirolllogarive në shtetin e Gjermanisë. Nga Gjermania në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për gjithë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Amerikë, është mundësia që me dhënë donacion përmes jetimave Ballkanit. E nga Gjermania në Kosovë këtu, banka ekonomike, nga banka ekonomike është Prokredit Bank, si edhe banka kombëtare tregtare. Kemi gjirollogarin tonë edhe në shtetin e Maqedonisë së Veriut. Këto janë të dhënat e shoqatës tonë atje. Me ndihmën e shoqatën bamirëse e jetimat e Ballkanit janë edhe dy mundësi tjera përmes adresës së GoFundMe-s edhe adresa e PayPal-it. Të gjithë ju që jetoni në Kosovë dhe keni numër Vala, mund të dërgoni një SMS në numrat 55333 edhe 55444, ku ju mund të ndihmoni me shumën prej €1 me një dërgim të një mesazhi. Zoti ju shpërblet. Unë Halili, familja që e mu lajmin që po bëhet me shtëpitë e re, banorë të stafit, lutemi për ju dhe familjet e juja që Zoti ju shpërblen. Ky është emisioni i kësaj natë, jemi të brenda.